Përshëndetje, mirë se erdhët në kanalin tim. E shikoni çfarë bëhet këtu? E shikoni apo jo? Po merremi me sistemin e rrobave, sepse po na vjen vera edhe duhen rrobat e verës. Këto që shikoni këtu në qese me vakum janë rrobat e dimrit që unë akoma nuk i kam thithur me fshes. Edhe I kam lënë kështu aty, sepse atëra nuk më kam mbaruar akoma krevatin. Edhe krevatin më thënë sepse është me kontenitor edhe do vendosim atje brenda. Por, si fillim, I lash këtu, di që do marrim plur, nga rrobat që do hekurosen, por ato sërish do lahen. Edhe tani, do shkojmë jashtë në balkon të mbledhim rrobat e bardhare dhe rozë. Do shkoni kush janë ngjyrat e mia të preferuara. Edhe do vim sërish këtu që t'ja fillojmë punës me hekurin. Shikoni këtu, duket kush është ngjyra ime e preferuar. Tani do fillojmë me t'i hequr rrobat edhe t'ja fillojmë punës me sistemimin e dollapeve. Kemi këti edhe të bardhat dhe bejzhat edhe këto sërish për të hekurosur të gjitha. Shikoni çfarë bëhet këtu, shikoni o zot. Shikoni edhe sallonin, kudo vetëm me rroba. Nuk e di por s'pa dal dot më. Dhe dhoma e gjumit sërish me rroba. Kemi akoma rroba. Nuk e di se kur do mbarojmë. Hej, u rikthyem. I paca rroba ishin. Dhe vazhdon akoma lavatriçja po lan ende rroba të bardha, më duket dhe bezh. Diçka e tillë sepse nuk I mbajmë. Po, të bardha dhe bezh janë. Edhe kam cilët në disa këtu, sepse I kam të tjera I kam akoma ende në salon, rrobat e tjera që ju sapo pat që unë mblodha, edhe I lash atje, për arsye sepse këtu s'ka më vend, ku t'i vendosim këtu, ku t'i vendos. Edhe tani nuk e di, nuk e kam vendosur akoma hekurin që të hekuros. Edhe të thosha, duhet lyja dhe flokët sot. Por nuk besoj se do t'i lyej sepse vajti vonë. Tani në këtë orë ble Matias, një orë gjumë, unë duhet e kuros. Edhe sërish do ngelen për t'u I kurosur gjatë natës. Sepse nuk arrit do t'i kuros do të për një orë 10 lavatriçe, sa janë? Jo, janë më shumë. Sepse 4 janë vetëm me Matias edhe të tona. Edhe unë nuk e di kur mund t'i mbaroj këto rrobat. Mbase për një muaj, mbase nuk e di për sa. Dhe kështu. Edhe tani do ja fillojmë punën sepse mos ta ngrej Matias dhe volat si shumë, edhe na ngelen sërish tëra gjysëm. Kështu, atëherë nuk ju thash që unë dua që t'i ndaj rrobat, I ndaj gjithmonë rrobat sipas ngjyrave, kam fiksim. Por është edhe ky dollapi këtu. Dhe kjo ana që ju shikoni këtu është Matias. Edhe po shikoni ato dyshekun që është aty. E kishim nga dhoma jon edhe hoqëm. Edhe është do me thënë një dyshek që vendoset lart mbi dyshek. Edhe e hoqëm. Edhe kam lënë aty sepse nuk e di se ku do ta vendosim, a do ta hedhim, a nuk e di se çfarë do t'i bëj. Por unë mendova që do me thënë ta ketë edhe Matias, do me thënë këtu të dhoma për të lozur, do me thënë që ashtroj këtu për derë, të lozi dhe Matias. Por nuk e di, do shoh. E di pse nuk mendoj do me thënë që më duhet për këtu për Matias, se unë edhe mendoj që më duhet, por e mendoj që edhe nuk më duhet. E mendoj që nuk më duhet për arsye sepse kur të filloj të eci këmadoras, dysheku ngjihet edhe nuk e lejon do me thënë që të zvarritet mirë. Kështu edhe ja fillojmë punës. Atëherë si fillim, do fillojmë me rrobat e
Matias, shpresoj të ngrohet ky hekuri, edhe pastaj do vazhdojmë me rrobat tona që nuk e di se kur do mbarojnë. Dhe komplet kjo ana këtej do jetë e imja, plus edhe dollapi andej është i imi, Andrea ka vetëm një anë. Kur po i ndër ato rrobat, kam hequr rroba, nuk e keni idenë sa shumë rroba kam hequr. Pastaj thosha, këtë nuk e kam veshur, këtë nuk e kam veshur, këtë nuk e kam veshur, dhe si përfundim u hodhën, jo se u hodhën 3 thesë, nuk do t'i hedh poshtë, por do i fal. Nuk e di se ku do t'i qoj, do t'i qoj mbase ke kisha, nuk e di se ku, por ngrohtë. Edhe po mendoja që rrobat e bardha, e di qa kam gjë të keqe, që nuk kam një garderob që unë të futem aty për shembull. Edhe sot do vesh për shembull e zëm një këmishë në fund. Edhe di që i kam komplet gjithë aty, ndërsa unë i vendos fustanet, i gjithmonë i kam vendosur te ky dollapi, edhe kostumet i kam vendosur këtu. Ndërsa ndi kam vendosur xhaketat edhe rrobat, bluzet, pantallonat, gjërat që vishem më shpesh. Por e dini sa e lotshme është, do me thënë që sa do je në një shtëpi, por është e lotshme për arsye sepse duhet vesh të vish të marrësh e zëmse një fund këtu, se fundet i më gjithmonë këtu. Pastaj duhet të gjej bluzën, duhet gjej shamit, gjërat, kapele. Është ekstrem shumë e lodhshme, me si po pres marrim shtëpinë tonë, nuk e di se kur do jetë atë ditë që do la marrim, por do jetë një ditë. Edhe unë të kem një garderobën time, se më në fund se vtisha kështu është ekstrem shumë e lodhshme. Nuk ja dilet kështu, ik merr një fund, merr një kështu andej. Është vërtet ekstremisht shumë e lodhshme. Por sa të na japi Zoti një shtëpi, deri atëherë do vuajmë kështu, se s'kam çfarë bëj. Nuk është bërë. Ju keni të flasim pak me qenë se unë edhe po hekuros, edhe të më mbani të ju mbaj me muhabet, edhe ju nuk më mbani, unë lexoj ato komentet që më vinë, ose të më shkruani në Instagram, edhe më falni që jam shumë e keqe, por shumë e keqe për arsye sepse nuk u kthej, do më thënë direkt për gjyshe, sepse unë merrem me Matias, do me thënë, edhe ju se harroj, do t'i shkruaj më vonë, edhe harroj, edhe ikën ora, edhe unë se do shkruaj pasaj, por veta unë shikoj në Instagram që kemi 30 ose 50 mesazhe. Edhe pasaj në YouTube harroj, do me thënë që të kthej gjithmonë përgjigje, nuk e di, dhe më dua që t'jem aktive, por edhe nuk mund të jem dot, sepse nuk ja dile, do me thënë t'i bësh shumë gjërat njëkohësisht në të njëjtën kohë. Kështu edhe e kish shkruaj që unë po hedh shumë outfit në atë në Instagram, nuk jam fare aktive. Nuk jam aktive për arsye sepse nuk e di, nuk dal dot në TikTok apo në Instagram që të flas me zë. Nuk e di pse kam këtë kompleks, edhe dua që ta heq, por nuk e heq këtë kompleks që kam që të dal aty në zë të flas. Sikur këtu nuk flas, nuk e di pse kam këtë kompleks me veten time. Dhe shpresoj që ta heq, edhe mundohem dhe më thënë tani që ka momentin që ka shpresoj, dhe që t'je më aktive. Unë humbem me punët e shtëpis, edhe me Matias edhe i lë çdo gjë pas dore. Shpresojmë të më thënë se kështu të gjithmonë, do jem aktive dhe më aktive, por një video në javë, unë gjithmonë më mundoh që ta hedh në YouTube, ka raste që kam hedhur dhe për 8-9 ditë në një kështu tallë. Nuk e di çfarë patë video kur i tani.
Dori një gjyrë kafe. Herë parë që më ndori. Sa në base nga që e lava edhe do këtë marrë që i thamë të i lashën brenda dhe mbase të ndaj e kam tjërë të qënë kafe. Edhe ku lash tani. Edhe për në TikTok, me ndër shumë herë dhe me të që të herë video, gjëra, por jo, më bëhem gjithmonë me të që tem tani do filloj do bëjmë video me make-up ose me vlogët. Është diçka që unë e kam që kam punuar, e kam zanatin tim edhe nuk i bëj. Edhe domethënë kam shumë gjëra në mendje, por asnjë gjë nuk bëj, nuk. Edhe kështu humbem domethënë. Edhe tani kjo është puna ime tani për një javë do hekuros. E di që dua të bëj, domethënë që ka filloj nga mëngjesi, të rri gjithë ditën edhe, por s'ka kush më mban Matias. Edhe prandaj, rrobat e dashurisë time të vogël, mos vajti që si shumë kjo, po, vajti, sepse dua domethënë që mos të jetë aq shumë e gjatë që duhet të zbisi. Edhe këndu këtu. Edhe do flas sërish më vonë kur të fillojmë me rrobat e mia ose kur të sistemoj gjërat në dollap. Hej, jemi tu nga dita tjetër edhe shikojmë që sërish nuk i kam lër flokët shëndet o jetë. Edhe kemi këtë bukurin këtu në sfond. Edhe i kam e kurosur të gjitha rrobat, nuk i keni idem sa shumë kam e kurosur. Edhe tani do t'i sistemoj në për vënde. Edhe thash të luem pak mos të dile aq shumë ekstrem sa isha se do ishi trembur. Edhe çfarë kemi? Matias jepi për të lozur, jepi jastik, jepi shamni, jepi batanie, letra lagura, bidona, lodrat kot që i kemi, mbajmë aty sepse nuk los me asnjë gjë. Për këtë jastikun këtu e ka shumë fiksim dhe ma të fle dhe unë. Qa më shpirt? Do të flasësh edhe ti? Fol, që të thuash ti? Qa? O zemra ime vogël. Që do thuash? Kush është atje te kamera? Matias? Kush është do përsa që ka të vi këtu te kamera? Kush është? Jemi kështu si Arigin sot, mama. Sa ke që veshur sot? Sa gëzdo. Matias, kush është aty? Matias e mama. Qa? Kush është aty? Të bësh youtuber si mami? Duket që ka qef shumë kamera. Jeta ime ti. Kush është më shpirt? Kush është aty? Matias? Matias? Hajde këtu tani të vendi jote. Se mama ka punë shpirt. Doresh të vetullë? Kush është? Ulluk, shtriu këtu mama. Shtriu të ja, cilin mama e lodrët? Të lodrësh? Edhe kështu tani dhe tani vete do marrë rrobat andi nga to me Matias, andi unë hekuros, e kam rësit lavanderia të atje. Edhe po shkoj që ti marrë.
Edhe të tregoj domethënë sa shumë rroba janë në sallon. Ja tregova shpar domethënë që si ishin, por nuk ju tregova domethënë kur shikoj çka ka ndodhur. E kuros ato të gjitha dje rrobat e bardha dhe besh, edhe i lash atij si thash ti lë këtu, edhe nesër domethënë të sistemoj të gjitha. Shpirt, do dhe Matias që të flasë, jo vetëm unë. Edhe i lash atje në krevat dhe anë rrodhosur të gjitha. Por nuk je kuros më unë tani si kur kështu bëhet, nuk je kuros, se ashtë shumë u lodha, mirëm të kuros sërish ato. Kështu tani po ngrihem edhe ti sillnin lodër Matias më thërrin, edhe po shkoj të marrë rrobat. Shikoni çfarë bëhet këtu. Ja këta në gjithë, më duhet këta kemi fustanet. Fustanet do t'i vendos këtu tek ajo rafti aty, ndërsa këtu që kemi. As nuk e di tani se çfarë kam që mos t'i marrë gjitha koda ndej. Dhe këto do t'i marrë. Shikoni si është në gjitha të hekurosura. Këtu kemi fustanet, për fustanet do t'i vendos tek ajo rafti aty, këtu të dhome Matias. Të kjo ka rrëgja këto më duket kemi bluzet, nuk e di. Edhe po heqet ato pirgun që shikoni aty. Edhe mbaruam. Kemi dhe disa gjëra kështu që janë jashtë, rroba të zeza, por se në tharende. Edhe Fredo cappuccino jemi këtu. Edhe ja tani ja fillojmë punën si heqim këto. Po mendoja domethënë që të sistemoja një herë vetëm këto fustanet aty direkt, edhe pastaj të vazhdoj në dhoma ime. Edhe ashtu do ta bëj. Ndosa edhe fustanet, nuk e di po do kem, po pas kam edhe këtu lart fustane akoma, atëherë këtu do vendos të gjitha fundet, i kam të vendosura dhe kapelet dhe aksesorët për flokët. Këtu janë një paltaka që duhet i heqim. Edhe këtu janë kam një për flokun. Po i heq edhe këto fustanet, po i vendos poshtë. Mbaruam deri tani me fustanet, tani se di të na dali në një gjë tjetër. Atëherë mora të gjitha rrobat këtu ka sërish të ende rroba, që nuk e di se unë ku do t'i vendos këto. Atëherë këtu kemi të gjitha jinkset, këtu lart kemi të gjitha kostumet, ndërsa poshtë janë disa rroba të përzjera që nuk e di se këtë të vendos. Por si fillim, nuk e di ka të bëj. Po, kemi akoma ende të fustane këtu. Videshën të kanë nga dhoma tjetër, është ky portokallia që është kështu komplet i hapur këtu në bazë. Më shkëtam në fustani kështu për plazh, është edhe ky pink, i bukur me një të qartë. I kam këtu se jam ka e kurosër. Jo, portokallia është që e kurosër, ndërsa ky roza është për në plazh. Është edhe këtu me pika. Është bluzë dhe në këtu. Është edhe ky me pika, është shumë yll. Edhe këtë sërish të plazh. Edhe duhet i çojmë andej. Tjetër këtu me pika, edhe këtë sërish nga dhoma tjetër. Atëherë, gjaketa do vjen andej. Kemi sërish një fustan jeans, edhe kë nga dhoma tjetër. E di sa i natë kam që kur do kemi atë garderob do t'ile të shpëtoj. Edhe këtu kemi ende një sërish një fustan jeans. Si do t'i ndaj. Pastaj, nuk di ku të vendos ose di çfarë të gjitha këto gjaketa do t'i çoj andej. Kështu mendoj. Apo jo. Po. Ndërsa, setet që kam kostume, jo prap. Këto kostume janë, do vetëm këto të re janë kostume. Gjaketa do të çoj në dhoma tjetër.
kështu do ta bëj. Se nuk kam rëndësi ti vendos ndryshe. Se problemi është që unë nuk dua të mbara edhe ngjyrat, edhe nuk dua që të bëhen lëmsh. Prandaj dua të ndara. Kishin këto varset. Që varset nuk më pëlqejnë. Të bëj që ato e lëdhe në këto të dimrit, për arsye sepse është, do me thënë, kur del në darke, mund të vishesh në një trike, të kesh një ftohtë. Prandaj po mendoj që këto ansetet këtu, edhe kjo është set, kjo është fustan. Jo, këta në pantallona edhe është set edhe kjo. Okej, kjo tjetër është fustan. Edhe do vej sërish ande nga zona tjetër. Okej, që varset nuk më pëlqejnë, janë të zeza. Shumë të shpifa, por nuk duken. Okej, tani po marr rrobat që ti vendos tu. Xhinkset po I lë një herë për një herë këtu, për arsye sepse edhe xhinkset do t'i çoj andej. Por që po thosha t'i çoj xhinkset andej. Edhe nuk dua do me thënë që të më bëjmë kështu rëmuj. Ja, do me thënë kam shumë sete kështu, që unë tani nuk zdi ku t'i vendosë këto, për shembull dua të vendosë edhe bluzet si kam e praktike. Por kush merr atë shkopin në 2 mirë dhe varë këto. Është shumë gjë bizisshme. Po mendoj do me thënë që t'i vendos të gjitha setet lartë, por do ta vendos një herë kështu, një herë për një herë këtu, edhe pastaj në qoftë se nuk mi merr, do t'i vendos lartë. Wow, më del shumë e gjatë kjo video. Edhe Matias që shikon. Thot, çfarë po bën kjo mami ime këtu? Wow, Matias! I kam rrobat disa ndej, për shkoj që t'i marrë. Shikoni se janë rrosur. Niku, korosja dëm kot. Ja, vishet të kështu nuk vishet, dhe të korosur prapë. Edhe të gjitha këto kanë atyre, do t'i vendos këtu do me thënë, por në përvarse kështu të vogla, dhe jo këto varse të mëta. Se më pasë më duen këto varse të mëta. Mos a fiksim kam t'jetë unë plok që mbrava veshit. Nuk më baj do të kështu fare për para, super bizdisin. E di që nuk shkojnë fare ashtu, por s'kam që të bëj. Ok, ku I lash varset e vogla I kam lënë ndej. Po varset e vogla. Nuk e di sa po më gjonin se e hodhi për pak në glajzin. Keni më vikën aty në spam. Këto varset janë varset e rrobave të Matias. Edhe ka marrë 80 copë si këto.
super duhen këto. Se ja shikoni, ku di vendoste mami rrobat. Kropi nuk besoj të rri këtu. I kam shumë inat që t'i palosë rrobat, shumë, do të dua të shika të varura. Nuk dhe gjimëtën për para I vërë të gjitha, për nga që vendosë rrobat e Matias. Se vendos të fashatore, për të fashatore nuk I mërë gjitha. Se edhe rrobat e Matias sërisht I varë. Edhe... Më duhen vënde tani për rrobat se kemi. Ja sa mirë janë për këto bluzet që kanë atyre këto varset që kanë shumë mira se do me thënë këto varset e mëdhaja bien, nuk shëndrojnë. Zot Matias. Na duhen kështu akoma në këto varset e vogla. Më duket? Se po. Edhe këse kjo është kaq I bukur, nuk ju kam bërë një haul në shenjë, nuk më mund të kam bërë apo jo. Më duket se jo. Edhe duhet ta bëj, vjen dhe me këto pantallonat shumë, që janë si fund, unë dhe si ishin fund, por janë pantallona. Edhe janë shumë bukura. Atëherë këto pantallona I vendosa kështu. Edhe do kapë edhe këtë bluzën do ta lidh këtu. Wow. E vendos pa këtu. Si kapa kështu. Matias po zjet ka një lodër aty që po zjet me atë. Prapë shëtërisht të gabuarën ka. Nuk e di se pas kam fiksim, pas kam të gabuarën. Ua, herë treta. Herë treta, tre herë gabim. Nuk e të blodha gabim. Apo jo? Ja, shush. O zëri më I bukur. Ha? O zëri më I bukur. Nuk do super mirë, por hajtë, rëndë si ka më së fishkën. Tjetër që kemi këtë është fustan, dhe tjetë andej. Kemi rrobat në gjyrë bezh, mbaruam me bardhat, kemi bezha tani. Edhe, po mbaruam me bardhat, mbaruam bezhat. O Matias! Dhe të kisha fort një shpresoj në ndalin varset. Se janë shumë rroba. Edhe normale duan shumë varse. Duken shumë shpifur këto me këto varset, por pak të ishin gjitha kështu. Tjetër që kemi bezh,
Edhe mbaruan. Duket se mbaruan, kemi pantallonat që janë bezh. Nuk kanë gjë do të fillojnë tani. Fillojmë me këto që janë kështu pastel. Në duhen varse. Që janë këto. Bosh është. Shqyqyr. Nuk qëndrojnë të këto. Unë pas kam ikur shtërëm. Ua! E kapi Matias me ka. E kapi Matias me ka. Matias! Mos i prish mamit pun tani. E ka shumë qeftërin glatin, është gjë e çuditshme, se di pse të hiq kaq. Po fillojmë me këtë ngjyrën tani. Pas kam vartë akoma këtu kam. Këto. Okej, që kemi tjetër besh, më duke në maron besha. Qërën me ngjyrën roz. Edhe këtë ngjyrën vishnje do t'i heq të cilat, në të qinë të si duken. Po i heq këto. Ngjyrat e erta që pas kam unë sot, do t'i vendos lartë. Vajta mora sërish të... Ja harrova të qëja dhe këto fustanet. Sa bukur duken kështu pa... Sa bukur këtë të pëj dhe hishen. Edhe përvishe da një unë të... Andaj nga dhama tjetër. Wow, Matias! Edhe që këstumin do t'a vendos lartë. Kjo nuk besoj të vishet në tani që është i trash, por lim herë. Oh, Matias! Fillojnë me ngjyrën roz. Kam roz. Duke që është ngjyra ime preferuar, roza. Duke që po unë përveç rozën, ndihem unë. Wow! Wow! Wow, Matias! Fillon një me këto ngjyrat e qelura. Wow! Wow, Matias! Se unë duhet të ndaj dhe si pas ngjyrave. Mirë. Nuk e si po që një kështu i kam darë. Dhe se si duke dhe më që të vendos një zef, një bardh, një kështu. Nuk e di ma shpirtin. Shikoj dorë. Më shpëtu në po, se të ma të kënë sot. O mama! Pushem Matias dhe rikthehemi sërish. Ja ku mbaruan dhe rrobat, vetëm këto, se kemi të tjera plot, kemi përdisht ato lartë, por këto është mbaruan. Edhe do hi gjaketat lartë, po i qyna rroba tjetër, edhe do vendos rrobat që e thash aty lartë. Sente, do më. Fillojmë raundi numër 2.
Mbarova dhe komplet pjesën lart, edhe këtu vendosa xhinset, I hoqja disa xhinse, dhe duket shumë keq jo këtu. Matias që po lorin këtej. Edhe po shkoj të vendos kostumet në vend tani. Edhe këta aroma i vendos gjithmonë këtu sepse mbajnë shumë aromë të mirë rrobat. Jemi këtu nga dita tjetër. E shikoni këtu janë shenjat e gishtit të Matias. Edhe I thash një ditë një furçë që po luesha dhe aty mbrapa po flet. Edhe po luesha dhe I thash furçën e qish. E ngjiti aty e bëri gjithë make-up. Edhe sa po hangëm drekën, erdhëm në shtëpi dha super e lodhur, nuk e di pse u lodha kështu sot. Edhe na ka ardhur pas qyra që kam porositur për këtu që e dua për foto, edhe kësi përse të hap, por Andrea po flet tani, edhe dua të hap, por kam frikë mos e thyej. Edhe kështu edhe nuk e di se nga do themi pas e do dalim më apo jo, sepse kemi dalë gjithë ditën, edhe unë kam veshur këto sot, kështu që janë lino dhe me këtë këmishën, kështu edhe duken shumë bukur me këtë këmishën, se më shngrit edhe kështu lartë, se vendosa Matias në gjumë, plus më ha bërë edhe Matias këtej pisë, me se më derdhi supën. Edhe do shkojmë për të larë tani. Nuk bërë as foto, as një gjë, sepse dolëm, edhe unë thosh as të do bëj foto pasaj, edhe ikëm, dolëm, u harruam, edhe ja, kështu nuk bërë as një foto sot. Këto flokët I kam super mega keq sot, por shpresoj do me thënë që ti luej sot, mos t'i lë më kaq shumë, sepse më jam bërë shumë për t'u lyer, edhe shpresoj ta mbaj Andrea pasaj Matias, ose po dolëm sërish ngelën flokët e mi prapa lyer, edhe si shikoni që këtu janë zbrit shumë poshtë obëshina dhe më duhet që t'i heq. Dhe kështu dhe do ju hap sërish më vonë kur të hap pasqyrën që do ja tregoj dhe juve. Edhe nëse dalim, do ju marrim. Edhe unë harroj në njërë dalë dhe nuk ju marr, sepse zakonisht e nxjerr Matias xhiro mbas dite. Edhe të shohim tani, do me thënë, si do varioj dita, vajti ora 6:30, edhe unë të mbas dite, akoma po vjen darka për pak. Edhe për dark, unë nuk kam bërë asnjë gjë, sepse unë hëngra drekën time për sot edhe mbylla dhe hang ditën tjetër tani të nesër, sepse nuk kam sot për sot, sepse hëngra drekë, edhe siç kam thënë edhe tek vlogu që keni parë më përpara, para dy videove, e kam thënë që mbajt jetë, pavarësisht se kjo kostum më tregova super të shëndosh, por nuk e me shëndosh, jam 51 kg, edhe vajta tek pesha ime, varjoja do me thënë diku tek 50, 51, edhe jam 51 kg, por dua të vete 48. 48 nuk e di pse ndihem unë vetja, e di që është shumë pak, por mua më pëlqen të jem e dobët. Kështu do ju hap sërish më vonë. Jemi këtu nga dita tjetër, Matias po ngrit nga gjumi, edhe pjo gjumshin, edhe po rri këtu. I kam veshur edhe këtë bluzën, si ishte kështu me djerës. Edhe është si po rri. O, semra ime ti, si po rri kësu me mama? Matias? Jeta ime. Edhe hapëm atë pasqyrën, edhe dolëm tërmëngjesi, sa harrova t'ju thosha, dolëm tërmëngjesin, sepse këtu ditët e hënave ka pazar, edhe dolëm, edhe takuam një shoqe, edhe gjëra kështu, edhe si shikon jeta ime ti, edhe dolëm, por nuk ju marrë me vete sepse po nxitonim, edhe kështu.
Edhe tani po ju tregoj pak pasqyrën. Edhe duhet të filloj të lyj pak flokët tani se po I lë shumë dita ditës. Edhe kanë dalë goxha shumë. Edhe shpresoj t'i lyj tani. Edhe kam përcistemu dhe pa guzhinën. Si bëra Matias u bë në lek edhe u bë rrëmuj. Edhe kështu është komplet dita jon, laj, gatuaj, fshi, laj, gatuaj, dil. Dhe erdhi mazita duhet të dalim xhiro, që kështu mami duhet të lyj flokët, Matias, edhe ti do rrish aty, te donde do lozësh. Kështu ndërroj unë, por nuk e di a do rri apo jo. Po I kthe pa kamerën që të tregoj të pasqyrën. Ja, kjo është pasqyra, është me këtë harkun dhe këtu mbas kemi ende sërish të pasqyrën tjetër, sepse nuk e hojshim mbrëmë Andrea, sepse vajti shumë vonë edhe prandaj edhe unë këtu, por nuk po duket mirë, ja duket edhe kjo pjesa e krevatit të poshtë që kemi bërë me LED dhe unë nuk ja kam treguar juve, më duket, apo ja kam treguar, jo nuk ja kam treguar. Edhe nuk e di, dua të heq ato prizën që shikon ju aty, edhe këtë, sepse ma shpif, bëj foto dhe duket ajo aty, duket shumë keq, por është priza e internetit, edhe nuk e di se si do ta sistemojmë që ta ndryshoj sepse duket ekstrem shumë keq. Kështu po e tregoj edhe pa krevatin se si duket me këtë shëritin kështu LED, duket shumë këndshëm tani. Shkoni dhe Matias të qysh me kam përpjet. Jo se si duket tani, kam hequr edhe këtë gërshetin që mba aty tek krevati Matias, edhe kam vënë këto kështu që ka pas të karroca, sepse I kam larë. Edhe po pres të thahen që t'i vendos, edhe duken shumë këndshëm kështu me këtë dritën. Me që se unë do heq po. Do heq gërsheta do thosha, por një ku thosha do ngatroja me të lyra në flokët dhe gërsheta dhe I hoqa kështu bashkë. Do t'i heq këto, sepse më duhet që të lyj flokët edhe shkoni sa kanë rëshkit poshtë dhe duken super keq, por tani këto duhet që t'i mbaj këto fijet bjonde, sepse më duen sërisht. Unë kam pasur flokë të tjerë, por nuk e di se nga I kam lënë. Aty ku mbaja extensionat, nuk I kam, do t'i kemi hedhur poshtë, I kam gaturar, sepse kisha marrë një palë extension, duket nuk e di ku I kam porositur. Edhe ishin shumë si plastike, dukeshin shumë falso. Edhe nuk do kem hedhur ato, do me thënë që kisha për të hedhur, ato që ishte plastike, po kam hedhur këto që mbaja për gërshetat. Sepse ato që janë si, do me thënë si si plastike, I kam ende aty, edhe thash do t'i hedh, edhe kam harruar për t'i hedhur, por këto më duhet që t'i baj, sepse më pëlqejnë shumë, do me thënë tani për në verë, do me thënë duken shumë bukur. Plus, nuk e di, më pëlqejnë shumë flokët gërsheta, edhe dua do me thënë që t'i bëj sërish këtë verë, flokët gërsheta, por sepse me Matias, do me thënë në verë, e di shumë mirë do me thënë që nuk në plazh t'i mbaj thjesht një top aty, edhe kaq, edhe nuk më pëlqejnë, do me thënë që t'i mbaj ato topuzin aty në flok. Edhe se përshkoj dhe Matias ndërkohë këti, se ka një fiksim të keq Matias që mbulon në kokën me çarçaf dhe bën sikur I ikën frymë. Edhe dëgjuan tani si bën. Matias! Shpresoj në arri Matias, do me thënë që të heqte mu. Nuk e di pse më është fiksuar kjo të heq. E di që do t'i heqte gërshetat, po më është fiksuar që të heq. Edhe nuk e di se si do t'i lyej. Atëherë, një mendje ma jep që të lyj vetëm këto dy fjet këtu. Por nëse këto do të lyj dhe këto këtej. Thosh I gjithë problemi, sepse këtej mbas është
ngjyra ime natyrale. Edhe i ly vetëm pjesët përpara. Por tani dua di për qa mendoj që nuk dua që t'i luaj kështu të gjitha, sepse di që Matias nuk do më lëri edhe kama mos përfundoj me flok të këputur. Edhe prandaj nuk dua që t'i luaj komplet, por nuk e di se si mund t'i kap në një mënyrë që mos të duket keq ato 2 fjet, por do që t'i kem të gjitha blonde. Nuk e di pse, nuk më pëlqejnë fare, kjo ngjyra ime, nuk më shkon. Edhe po mundohem që t'i luaj sa më shpesh, që mos më dalë shumë kjo rrënja, se nëse delet dhe 1-2 gisht këtu është problemi, prap kjo pjesa këtu, e di që do më vënoj shumë edhe nuk do marri mirë. Matias? Sepse është shumë e vështirë, sepse rrënja hapet direkt, për arsye sepse janë kapilarët e gjakut edhe ka nxehtësi, edhe hapet floku nga nxehtësia hapet direkt. Sa bukur duken. Edhe prandaj tani nuk e di se si do ta bëj, por do ta gjejmë diçka. Më shumë më vënova me të hequr këto, se nuk do që t'i heq shpejt, se kam mos prek edhe këtë flokun tim, sepse këta janë shtesë, edhe nuk duhet që të preket floku me të hiqet kështu, se ndërkohë kuputet floku. Po kjo bluzë sot po më tërgoj ka shumë të shëndosh, dhe nuk jam aq që shëndosh, sa dukem aty. Matias! Okej, po e mbyll këtu këtë që mos të dali shumë e gjatë kjo video, edhe do ju hap sërish më thonë. Sa po i hoqë gërsheta, edhe kur hiqni gërshetat, se duket t'ju kallëzoj flerja të mbas, duhet i kryni direkt, sepse mblidhet floku, edhe nuk hiqni do të më thënë gjithët floku, edhe shumë e vështirë për t'u hequr, edhe tani ja fillojmë punës. Këtë videon e flokëve do ta keni në një video apostafat vetëm për flokët, se janë shumë vajzat që më kërkojnë që të bëj video me flokë, me make-up, por unë nuk kam kohë, si që edhe shikoni. Nuk kam kohë, edhe prandaj po mundohem, t'i bëj pak e nga pak të gjitha. Kështu edhe tani ja fillojmë punës, edhe ju do shikoni rezultati në fund. Nuk e di se si do jetë rezultati, por mezi po pres që t'i luaj, t'i mbaroj, t'i krej dhe t'i shikoj dhe t'i shijoj. Kështu dhe do ju hap sërish kur t'jem bjonde. Nuk dhe jem komplet bjonde, është sigurt, sepse kemi fëmijë, edhe nuk na lë. Kështu sepse bjonde do shumë kohë, edhe prandaj. Ja fillojmë punës. Hej, po më shikoni bjonde tani. Jam këtu fix, mund t'jem diku tek 10 ditë ose 11 ditë. Shikoni që floku ka shkarkuar goxha shumë. Për arsye sepse nuk kam pasur kohë të hap kamerën dhe të dalet flas këtu, për arsye sepse ishte ditën e Mbesës Andrejes, u morëm me gjyra edhe kaluan ditët, edhe sot hënë isër, ngelën flokët e mi. Edhe tani kanë shkarkuar goxha shumë, sepse si thon, i kam larë diku tek 4-5 herë, sepse kur i bëra ditën e parë i kisha në reflen pink, ishte një ngjyrë që unë adhuroj, është shumë ngjyrë e bukur. Kjo që kam tani nuk është se nuk
më shkon, por nuk dihem unë vetvetja. Më pëlqen të ketë pak pinka të brenda, edhe kështu kaq nuk më pëlqen kaq bjonde. Duhet ta kem pak atë rozën, pak të ngjyra pastel më pëlqejnë, edhe do t'i bëj sërish me maskën, edhe gjithmonë përzij green edhe rozën, që të dalë ajo ngjyra që unë dua. Edhe kështu edhe këtu do ta mbyllim këtë video sepse doli pak si gjatë. Kisha kohë pa bërë këto video kështu kaq të gjata nga garderoba, nga nuk kaluam, nga flokët, nga gjitha. Edhe këtu harrova t'ju thosha e preva dhe pak të pjesën këtu përpara. Edhe e shkoni që mi harruar shumë fare flokët, për arsye sepse gjatë shtatzanis më ranë shumë flokët, plus edhe në bazë, sado që ka marrë vitamina e gjëra, por sërish të bëjnë të tyren. Kështu edhe mbyllim këtu këtë video dhe do shihemi sërish tek video radhës, që do jetë video me lyrjen e flokëve, që ju e patë rezultatin këtu, por për të gjithë gocat që duan të dinë si t'i lyejnë flokët vetë në shtëpi, që është pak rrezikshme që ti lyesh vetë nëse ti nuk e di këtë lloj procesi, mos e merr fare në dorë sepse do ngeleni pa flok, sepse dekoloranti është shumë i vështirë. Për gocat që nuk e kanë iden, mos ta marrin fare përsipër këtë lloj gjëje. Nuk e di pse kjo kamera sot po më tregon ka pak si të errët, por vetëm unë që nuk jam e errët. Edhe syt shumë të errët. Nuk e di pse më nxjerr kështu sot kamera. Kështu dhe mbyllim këtu këtë video dhe do shihemi sërish tek video radhës. So, bye!